60 nxënës me nevoja të veçanta marrin dije në shkollën speciale 3 dhjetori në Shkodër. Drejtoresha e shkollës Engeleda Mataj thotë se sfidat kryesore të këtij institucionit janë shërbimet ndaj këtyre fëmijëve me aftësi të kufizuar. Sfidat janë të shumta, sepse vetë aftësia e kufizuar është një sfidë. Sfidat janë kudo në shoqëri, edhe në shoqërinë tonë, por aktualisht në këtë shkollë sfidat më të mëdha janë shërbimet. Shërbimet e terapive, logopedive, fizioterapisë, të cilat me të vërtetë do të na ktheshin pastaj në një qendër të specializuar, gjë për të cilën po luftojmë akoma. Ndërsa drejtoresha Mataj u ndal edhe tek sukseset e shkollës dhe arritjet e nxënësve. Ndërsa në sukseset më të mëdha mundem të përmend krijimin e bandës The Door, e cila i ka fillimet pikërisht në këtë shkollë, por kena dhe histori suksesit edhe më të vogla, nxënës të cilët kanë marruar arsimin e mesëm, nxënës të cilët punojnë, nxënës të cilët marrin pjesë në aktivitete kulturore, por edhe sportive, kuptohet brenda llojit dhe të përshtatuna për fëmijët me nevoja të veçanta. Pak ditë më parë, shkolla 3 dhjetori festoi 30 vjetorin e hapjes, ku është zhvilluar edhe një aktivitet artistik me pjesëmarrjen e nxënësve, prindërve, mësuesve dhe drejtuesve të drejtorisë arsimore.